menon se Sule një pyetje që ka hap debatet noja, lidhje me Brojen. Jam dakord me atë që thatë ju që ka të dhëna. Jam dakord me atë ka qenë i vram dhe do kohë të rikuperohet. Mi po unë mendoj këtij lojtari i mungo diçka, i mungo ai shpirti, ka i lloj me nefregizmi, ka i lloj. Kjo është ajo pritshmëria që themi ne për të bëjë madh. Po. Sepse ajo është lançuesi një nga lojtarët e rrallë të 30 viteve të fundit në Angli. Po, dhe praneri ju dha gjithë ai çmim me Chelsea, për pritshmëritë. Edhe ka natyrën e vet. Është ka një staturë fantastike që rrallë përkon me atë shpejtësi, me shpejtësi me atë lëvizje ka. Boni lëvizje dje prap aty. Edhe tash problemi për të ardhur në formë janë shumë, se u bë koçës për lu një kampionat që ta mbaroj. Ky është një problem. Tash me siguri që diçka do të bëhet. Ju uroj mirë shërim të shpejt. Edhe ti e di shumë mirë dhe gjithë e din tash që kur nuk ke minuta në kom, kur nuk bën një kampionat tamam, nuk është e vështirë që të lush, që të qisesh 90 minuta, nuk e bën dot. Se bën dot, po është një lojtar që bën diferencën me të tjerët. Por i duhet e përsërisi, duhet të rrisi nivelin sepse ne nuk e kemi luksin që me majt një lojtar që në fazë defensive e kemi mundësinë që ta bëjmë, po me Brojen në grand formë. Që mos prekupohet në fazë defensive, mos lodhet, mos bëhet, sepse aty ku luan ai në krah, po qoftë edhe mas pykës luaja. Mendoj që duhet të jetë më mirë në qendër Sule. Po mirë me eksperimentet ja vlen edhe me bo, po tash. Jo se ty si lojtar qendër ka nis. Po duke bo strada facendo, duke ardhur dhe ti ke objektiv kryesor, nuk ke më Brojen, po ke rezultatin aktual. Ka hyrë mana, i ka bo mirë, ke parasysh edhe ky ka gjetë vetën e vet aty në krah. Ky na ka dhënë 2 rezultate fantastike neve që reja që kanë pas respekt dhe ka punu mirë. Nuk e shpërbleu, kujtohet 2 fitoret, një këtu dhe një në Hungari që e kërkoj gjithë stadiumi, kuptohet dhe u detyru me e fut, kështu që dhe të shpresojmë ta bëjë këto, pra se ne kemi nevojë për këto lojtarë që të bëjnë dhe diferencën, se një skuadër që të kërkoj me ato shpresat që kemi të gjithë ne për ta pashim një dhe botnor, duhet i çike edhe roli individit. Pa diskutim që të roli individit, por amon është edhe ekipi, Sule, mund të kesh një individ shumë, ti për shembull kishe Mbappen ke Paris Saint-Germain, ka shku, nuk bëhet vetëm patjetër. Liverpooli për shembull, që pat sukses tash është keq.